Serbët u amorën jetën sa ishin fëmijë, ndaj do të përkujtohen si të tillë. Njësoj si në këtë 1 qershor, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, por 1432 të vegjëlit që u vranë në luftë, u mbajt akademi përkujtimore dhe ekspozitë e titulluar Rikujtesë, ata janë vetë liria. Ky organizim që u mbajt për herë të parë nisi me këngë që brezat e ri ja kushtuan bashkëmoshatarëve të rënë. Kosova ka shumë plagë, por kjo plagë e madhe e Kosovës nuk është të shënuar as sot e kësaj dite. Nuk është shëruar. Nuk do të shërohet. Por edhe këto u drejtua gishti ka institucionet që vazhdojnë të mos e kryen një punë të lënë në gjysmë. Bëm kërkesë të gjitha ministritë dhe qeverit për një memorial madhështor për 1432 fëmijë tanë të vrarë. Edhe pse na është premtuar prej shumë kohësh, ende ka mbetur vetëm në letër. Për fëmijët që shkuan të heshtur nga kjo botë, pa treguar ato që përjetuan, dikush foli në vend të tyre. U bëra një granatë e hidhur nga okupatori serb. Ajo granatë me goditin e kuk, jo vetëm trupin, por e ëndrrën dhe femirin dhe papajsin time. Plaga që më la nuk ishte thjesht fizike, ajo u bdhen në shpirt. Ekspozita u përgatit nga Nusret Plana, Esat Shala dhe Hasan Morina.